Miq të nderuar të emisionit dritare, Assalamu alaikum. Javën e kaluar u shënua përvjetori i themelimit të medresesë Alaudin. Është 70 vjetori ky, 70 vjet në shërbim të kombit e Adheut. Në gjuhën shqipe, medreseja Alaudin u mësoi shqiptarëve fjalët e Zotit që nxisin për dije e për përparim. Duke qenë kështu, një gjë e tillë nuk ka si të mos vlerësohet edhe nga ana jonë. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, në studio kemi të ftuar profesorin e medresesë Alaudin, që tashmë është edhe drejtor i kësaj shkolle. Profesor, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Profesor, ju uroj për vjetorin e themelimit, uroj që të keni edhe shumë suksese të tjera. Faleminderit për urimin. Së pari më lejoni t'ju përshëndetësoj juve këtu në studio dhe gjithë shoqëruesit të emisionit tuaj. Unë jam i nderuar që sot në rast mes në manifestimit të 70 vjetorit të themelimit të medresës Alaudin këtu në Prishtinë, gjendem këtu dhe të flas pak a shumë për këtë medrese, themelimin e saj dhe gjithë atë që ka të bëjë me medrese. Për neve ky manifestim ishte manifestim jubilar, sepse ishte 70 vjetor. Dhe s'ka se si tjetë ndryshe pos gëzim dhe harje për gjithë neve, nxënësit e saj, jeshtë nxënësve të saj dhe gjithë popullit shqiptar mbar. Profesor, javën e kaluar e përmenda se e shënuat manifestimin e themelimit të medresesë. Ishin të praneshëm në këtë manifestim të pasur kulturore, artistik, shumë figurat shquara, dashamirë çështjes kombëtare, si kryetari i Bashkisisë Islame Muftiu Naim Tërnava, kryeministri i Kosovës Zotri Albin Kurti, kryetari i Prishtinës Zotri Përparim Rama, gjithashtu ishte prezente dhe përfaqësuesi i zyrës presidenciale Zotri Blerim Kubina, i cili e dekoroi medresen Alaudin me medaljen presidenciale të meritave. Si ju bën të ndiheni kjo çështje juve si prisi kësaj shkolle? Padyshim se ndarja e dekoratës presidenciale për merita medresesë së mesme Alaudin këtu në Prishtinë nga presidentja Vjosa Osmani na bën nder dhe na bën krenar neve si shkollë për gjithë atë kontribut të shumë gjenerata që kanë dhënë në shërbim të fesë dhe Adheut që kanë dalë nga medreseja dhe vazhdojnë të studiojnë, të mësojnë në medrese dhe të ndjekun rrugën e haprimit drejt majeve të suksesit. Profesor, i pranishëm ishte edhe profesor Selatin Novosela, kryetari i shoqatës së të burgosurve politik, i cili ndër të tjera tha se historiku i Prishtinës gjithmonë do të mbetet i mangët nëse është pa historikun e medresesë. Kjo na bën të kuptojmë se medreseja ka një të kaluar të bujshme historike. Çka mund të na thoni me fillet e themelimit të saj si shkollë? Profesor Selatin Novosela e ka thënë bukur këtë se nuk mund të shkruhet historia e Prishtinës pa historikun e medresesë. Por unë mund të them edhe diçka të shtoj këtu më shumë. Jo vetëm historiku i Prishtinës, po as historiku i Kosovës, i popullit shqiptar, po edhe popujve tjerë me përkatësi fetare islame, nuk mund të shkruhet historiku i kësaj treve pa historikun e medresesë. Dhe filet e themelimit e saj, nëse më lejoni t'ju informoj rreth kësaj, medreseja u themelua në vitin 1951. Kësaj parapriu një vendim me njëherë pas luftës së dytë botërore, i bjen dikun për 6 vite. Por në vitin 1949 është marrë vendimi për themelimin e kësaj shkolle, megjithëse edhe kësaj ka parapri këtij vendimi në vitin 1949 ka parapri vendimi i Bashkisë Islame, e cila ka ushtruar kërkesën në organet kahenuar të asaj kohe. Dhe pas gjithë atyre medreseve me tepe që kanë qenë gjenë në prag të luftës apo gjatë edhe në luftën e dytë botërore që ka zonë ende të funksionojnë, themelimi i medresesë ishte një dritare që shprese për popullin shqiptar që të mësojnë më shumë për fenë e vet, të dinë për fenë e vet, të jetë të dinë armërinë, sepse dihet se komunizmi ishte i egër në atë kohë.
dhe gjithçka thirrën në ateizëm, zhdukjen e vlera fetare, besa dhe kombëtare. Kështu që medreseja u hap si një dritare për të dhënë dritë gjithë popullit shqiptar, por jo vetëm shqiptar. Do të thotë u themelua me vendim institucional apo jo me vendin krajinor? Patjetër se është vendimi i vitit 1949 që është zbatuar në vitin 1951. Dhe ka hyrë në funksion, edhe ka filluar punën në medrese. Profesor, çka soi fillimisht më falni se shkolla e mesme e ulët. Shkolla e mesme e ulët. Kur ka kaluar në shkollë të mesme të lartë? Medreseja në nivel të shkollës së mesme të lartë ka kaluar në vitin 1962-1963. Dhe nga ai vit deri më sot vazhdon si e tillë shkolla e mesme e lartë, e pranuar në shtetin e Kosovës tani që nga viti 1999 e tutje. Profesor, çka soi përket emrit të medresesë, emri Alaudin? Emri Alaudin si duket rrjedhin dy informacione rreth emrit të saj, por më saktë është ai se lagja ku është vendos medreseja, ka filluar punën e saj, është lagja Alaudin. Gjithsesi edhe xhamia është quajtur xhamia Alaudin, e cila domon daton që nga koha Osmanlive. Dhe si duket në bazë të vendit, lagjes dhe xhamisë që ka marrë, mopsa është vull në borën e asaj është xhamie, e ka marrë emrin Alaudin. Megjithëse ka një opcion tjetër nga dhuruesi i tokës që ka bërë për medrese, por nuk duket shumë e saktë ky opsioni i dytë. Po drejtori i parë i kësaj shkolle? Drejtori i parë i medresesë ishte Efendi Ahmet Mustafa nga Mitrovica, e pastaj vazhduan drejtorë të ndryshëm, por këtu kontributi më i madh i atribuohet për themelimin e medresesë Hafiz Bajram Aganit. Profesor, ka pasur nxënëse edhe prej trevave të tjera shqiptare, jo vetëm prej Kosovës apo jo? Medreseja që nga themelimi i saj është themeluar në baza të edukimit fetar, po dhe kombëtar, duke ditur që mësimi është zhvilluar dhe administrata në gjuhën shqipe, por të drejtë regjistrimi dhe të barabartë kanë pasur të gjitha komunitetet tjera turq, bosnjak, ashkali e tjerë dhe janë shkolluar barabartë në medrese me gjithë shqiptarët, por nuk ka qenë medreseja në atë kohë me themelimin e saj vetëm medrese e Prishtinës apo vetëm medrese e Kosovës, por ka qenë medrese e gjitha trojave shqiptare, megjithëse nuk kanë pas mundësi të vinë nga Shqipëria, sepse Shqipëria ishte mbyllet e hekur nga sistemi socialist i asaj kohe, por ka pasur nxënës nga trevat shqiptare, nga Maqedonia, nga Malizi, nga Presheva, Bojanoci e kështu me radhë. Më stemtën e ka pasur edhe bosnjak nga Novi Pazari, Sjenica, Tutini, madje unë maj mend nxënës që kanë pasur edhe ka pasur edhe nga Verica Kladusha e kështu me radhë. Profesor, në vitet 90-ta, kur rrethanat ishin të vështira për çështjet sociale, çka mund na thani më tepër për medresen gjatë kësaj periudhe e vështirë, periudhë ku ka pasur vështirësi në të gjitha aspektet? Medreseja në vitet e 90-ta ishte një bastion, ishte një qendër ku zhvillohej aktiviteti ndendur. Përveç mësimit dhe edukimit të nxënësve, aty mbaheshin dhe zhvilloheshin të gjitha aktivitetet e duhura që në shërbim të vendit dhe në shërbim të kombit, në shërbim të kauzës shqiptare në përgjithësi, edhe ishin vite të rënda të vështira. Në ato vite protestohej kundër regjimit serb, kundër dhunës serbe, dhe medreseja me gjakun e nxënësve, të gjakun e njohur të tyre, gjithmonë vlonte dhe ishte krahas më së edhe në balë të protestave kundër dhunuesve të drejtave të shqiptarëve në Kosovë. Dhe nga aty dilnin vazhdimisht nxënësit, protestonin shpesh edhe me profesorët apo edukatorët e tyre dhe merrnin pjesë në çdo aktivitet.
që i shërben të kauzës kombëtare. Aty patëm edhe viktima, në dëshmorë, format të ndryshme, nga kontributi i tyre, por nuk është vetëm kjo. Aty medreseja u bën edhe strehimore studentëve, të cilët i përzuri regjimi serb dhe shëvisjan nga universiteti, dhe aty u vendosën në konvektu. Pastaj hapën mësojnëtore të veçanta, zhvillohej mësim në nivel akademik, bëheshin tëreza të ndryshme, bëheshin mbrojtje të disertacione të ndryshme, doktoraturës, mesaturës, e kështu me radhë. Kështu që bëheshin simpoziume, bëheshin konferenca me karakter partijak, kulturor, artistik, çdo lloj tubimi që ishte mundshme dikun nëse ka ekzistuar një dritare e punës, ai ishte medreseja mesme Alaudin Prishtinë. Profesor, e përmendet më herët se keni pasur edhe dëshmor. Sa nxënës dëshmor numërohen prej kësaj shkolle? Nga medreseja Alaudin filloi i pari, dëshmor i parë që ra, ishte Mustafa Vesele. Vitin 1989, i mori pjesë në protestat dhe u ra në rrugën Vëllezër Fazliu, mu mbiur aty nga snajperët serb. Por rrugën e tij ndoqën në shumë të rinj, interesant, dhe 16 është numri atyre që ishin aktualisht nxënës që ranë dëshmor në atë kohë, por përgjithësi nxënës që ishin, ose ishin nxënës medreses, është numri 37 i dëshmorët që kanë rënë në shërbim të kombit dhe në shërbim të ADD-jut të Prishtinës në vendit. Plakata veç se figuron në hyrjen e medreses, besoj, aty shënohen emrat e gjithë. Po aty kur pas aty hyrjen në medrese në anën e djathtë, aty është plakati i dëshmorëve të cilët kanë rënë në luftën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Dhe aty gjen emra të ndryshëm, siç është Nusret Musa, shumë i moshës së re, gjen Nusret Hajdarin, gjen shumë emra, është Muhamet Ukshinin, shumë të tjerë, saqë do thotë të kujton, si posaçërisht neve si mësues apo edukator të ty në atë kohë, na ngjall emocione, na ngjall nostalgji dhe vërtet ndihemi krenar me ta që kanë dhënë gjithatë kontribut, kanë dhënë më të shtrejtën shpirtin për çlimin e Kosovës dhe fal sakrificës tyre, flijimit të tyre, ne sot gëzojmë lirinë dhe sot medreseja. Allahu i mëshiroft. Është e lirë, amin ya rabbi. Është e lirë sikur gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Inshallah vazhdon edhe avancimi i çështjes Kosovës edhe më tepër edhe deri në bashkimin kombëtar. Amin. Profesor, çka mund të na thani për paralelet e vajzave, duke qenë se dihet se u formuan pak më vonë në krahasim me ato të djemve? Në vitin 1993 është hap paralelja e djemve në Prizren, pastaj është hap në vitin 1994 edhe në Gjilan. Kurse në vitin 1996-97 është hap paralelja e vajzave në Prishtinë dhe në Prizren për një herë. Pastaj në vitin 2019-2020 është hap edhe paralelja vërtet 2019-2020 edhe në Gjilan. Dhe që nga ajo kohë, medreseja është pasuruar me nxënës dhe me kualitet. Faktikisht në vitin e kaluar, të gjitha, edhe Prishtina, edhe Gjilani, edhe Prizreni, u kompletuan me paralelet e vajzave. Dhe që nga viti kaluar gjithashtu, mund t'ju them këtu në këtë studion tuaj se veç te kalon numri i vajzave, numri e djemve në medrese. Në vitin e kaluar ishin 373 vajza dhe 372 djem. Kurse në këtë vit, të regjistruar në medrese, janë gjithsejt 715 nxënës, prej tyre 352 janë djem, 363 janë vajza. Kështu që paralelja e vajzave
është avancuar dhe konkurencën e kemi mjaft të theksuar dhe sa të vjen e shtohet. Profesor, po i përmendni nxënësit që janë aktualisht, mirë po më interesant të di sa nxënës kanë diplomuar prej medresesë, a keni statistika? Po, në medrese gjithsej të diplomuar deri në këtë vitin e shkuar akademik, në vitin apo shkollor në vitin 2020-2021, kanë diplomuar gjithsej 5.018 nxënës. Medresia funksionon në kuadër të Ministrisë Arsimit, profesor, apo jo? Qysh nga cili vet funksionon në kuadër të Ministrisë Arsimit? Ministria e Arsimit e ka pranuar në gjirën e vet medresen gjithsesi që nga viti 1999-2000 e tutje, medreseja funksionon në kuadër të arsimit parauniversitar të Republikës së Kosovës, fillimisht me një vendim të veçantë ministrisë, pastaj vazhdoi dhe implementaria në 2001 nëpërmes një vendimi të UNMIK-ut, pastaj në 2007, 2010 e kështu me radhë, për herë do thotë është funksionalizuar që medreseja të jetë konform standardeve dhe rendit dhe të jetë në kuadër të Ministrisë së Arsimit të Republikës së Kosovës, që në fund gjithashtu në muajin gusht të këtij viti, gjithsesi me 18 gusht të 2021-s, përsëri është nxjerrë një vend i ri se medreseja është në kuadër të arsimit parauniversitar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe është e nivelit shkolle mesme gjimnaz shoqëror gjuhësor, krahas të cilit mësohet gjithë kurrikula fetare e paraparë nga Bashkia Islame. Pos kësaj, pos lëndëve fetare, keni edhe lëndë shkencore, apo jo? Sepse ekziston ajo bindja e përgjithshme në popull se në medrese mësohen vetëm lëndë fetare. Fakt, medreseja që nga themelimi i saj, sidomos nga shndrimi i saj në shkollë të mesme, padyshim se ajo ka përveç lëndë fetare, ka lëndë shoqërore, edhe lëndë fetare një pjesë e tyre lëndë shoqërore. Dhe kështu që edhe veprimtaria e saj kur i vazhdohet në 1999, po 2001, vazhdon të i njihet demonstratuesi si gjimnaz fillimisht i përgjithshëm, pastaj në gjimnaz shoqëror, ku në vitin 2007 ju nështrohet edhe provimet të testit të maturës, domethënë provimi shtetëror të testit të maturës, dhe normal që gjithmonë ka qenë në harmoni me kurrikulin e Republikës së Kosovës dhe gjitha lanë që i parashet një gjimnaz i përgjithshëm, apo një tani nga viti kaluar, për shembull, që nga gushti i këtij viti, i ka të gjitha lanët që i ka një gjimnaz shoqëror gjuhësor, me një reduktim të vogël të fundit të orëve, aty këtu përndryshe është sikur gjimnaz shoqëror gjuhësor. Do të ti përgatit për gjitha fushat. Gjithsesi sikur çdo gjimnaz tjetër. Profesor, cilat janë disa nga përparësitë e këtyre nxënësve të medresesë në krahasim me nxënësit e shkollave tjera, duke qenë se vitin e ardhshëm ka shumë nxënës që janë në dyshime se ku mund të orientohen? Në rend të parë, medreseja është shkollë e mesme dhe pa dashur të i nënçmojmë, por gjithsesi duam të respektojmë edhe shkollat e mesme publike dhe ato private të Republikës së Kosovës, në veçanti ato simota gjimnazet. Medreseja është një shkollë e cila ofron mësimin plus. Është fjala mësimi plus, gjithsesi edukimin fetar. Edukimin fetar që nuk ekzistojnë shkolla tjera. Dhe këto janë përparësitë e saj. Dhe një medresant është i barabartë me gjimnazistin edhe të shkollës Ahmet Gashi, edhe të Shemçabejit, edhe të çdo gjimnazi shoqëror në Republikën e Kosovës, por megjithatë ai për gjatë shkollimit të tij ka mundësi të mësoj fen e vet, të mësoj leximin e Kuranit, të mësoj edukimin islam, të mësoj besimin e kështu me radhë, mësohet edukata e mirëfillt fetare,
gjë që nuk mund të jepet në për shkolla tjera, se duke mu jepet në çdo shkollë dhe çdo respekt për secilën, por këto janë të veçanta të medresesë. Profesora, ka bashkëpunime me shkolla tjera, qoftë vendit, qoftë edhe rajonale? Medreseja nuk është oazë, po është pjesë e arsimit para universitar të Republikës Kosovës. Dhe çdo aktivitet dhe punë dhe angazhim i nënshtrohet ligjeve të arsimit të para universitar të Republikës Kosovës. Aktivitetin e saj e zhvillon në kuadër të Drejtorisë Arsimit të Komunës së Prishtinës, gjitha aktivitetet kurrikulare, po shpeshherë edhe ato jashtë kurrikulare, harmonizohen me drejtarët e arsimit, me Ministrinë e Arsimit dhe bashkëpunojnë me gjitha shkollat në çdo aktivitet, qoftë aktivitete për shembull në garat e diturisë, qoftë në matematikë, në sport, pastaj në fusha të ndryshme, nëstonin aktivësitë, për shembull kanë marrë pjesë në garat e shahut në nivel komunal, kanë marrë pjesë në garat e basketbollit me shkollat e mesme të Komunës së Prishtinës, por edhe në nivele tjera në bazë të kualifikimit, do thotë në nivel vendi. Kjo është sa përket bashkëpunimit dhe jemi pjesë integrale e këtij sistemi të arsimit. Kurse përket bashkëpunimit me vendet jashtë Kosovës, sigurisht se kemi bashkëpunim me medreset si Motra, në veçanti me atë të Shkupit. Pastaj kemi edhe me medresen e Sarajevës, kemi me medreset jashtë vendi apo shkolla jashtë vendi si Motra. Kemi 3 shkolla me cilat jena binjakizue. Njëra është në Ankara, tjetra është në Stamboll dhe tjetra në Bursa. Kështu që bashkëpunimi ynë është i dendur dhe marrim pjesë në gara ndërkombëtare edhe me këto shkolla, po edhe madje marrim pjesë edhe në nivel shkolla me karakter ndërkombëtar, për shembull në këto 2 vitet e fundit marrim pjesë edhe në debatin që zhvillohet në kuadër të shtetit të Katarit. Medreseja është pjesëmarrëse aktive që dy herë radhë, 2 runde. Kështu që bashkëpunimi ynë është i mirëfillt me gjithë. Profesora, mund t'i dalloni disa nga emrat më të shquar që bën që medreseja të njihet edhe më gjerë? Po medreseja është e njohur në barë vendin edhe jashtë vendit. Me këtë rast, mi thonë të drejtën, nuk do të ndalesha në emra konkret, sepse do t'ju hija në hak shumë kujt, duke mos e përmend. Por në rend të parë ju e mirënjohës atyre themeluesve, të cilët themeluan medresën në kushte mjaft të vështira dhe në të quajtë të egra, kur sistemi komunist ishte edhe një herë po e përsëris domon kundër gjithçka që është fetare. Dhe u mohohej drejta e fesë, e besimit të njerëzve. Ata njerëz meritojnë falënderim dhe mirënjohje të veçantë nga gjithë populli shqiptar, jo vetëm nga ne që jemi në medrese. Pastaj kontribut të veçantë kanë dhënë gjenerat pas gjenerate. Nga medreseja dolën shumë kuadra të mirëfillta, të cilët i shërbyen atë dheut. Na pak më herët i përmenëm dëshmorët, edhe të cilët edhe kanë rënë, masi kanë kryer medresen. Por mos i përmeni ata, por është fjalat të kanë dalë akademik nga medreseja, pasi kanë kryer medresen, kanë vazhduar studimet. Dhe kanë dalë ushtarak, kanë dalë oficer, kanë dalë humanist të vërtet dhe kauzës kombëtare edhe fetare që i prinë me dignitet, por jo vetëm në Kosovë, sepse në Kosovë të gjithë i dimë, por nga medreseja jonë dolën edhe kuadrat që zunë filet e medreseve, apo i ban filet e medreseve edhe në Shkup, edhe në Tetov, edhe në Gostivar, edhe në Malzi, edhe në Novi Pazar, madje edhe kryetarët e këshilla, gjithsesi kryetarët e komuniteteve fetare në këto vende, përkatëse të gjithë ishtë nxënës të kësaj medrese, gjithsesi që bitë e medresesë Alaudin Prishtinës. Kurse pas luftë, pas lirimit, pas largimit të sistemit diktatorial të komunizmit dhe socializmit në Shqipëri,
aty shumë kuadra nga medreseja shkuan dhe vërshon Shqipërinë dhe u rikthyen, do thotë, të mësuarit e fesë dhe besimit popullit shqiptar dhe në Shqipëri. Kontributi nuk mund të ndalem në emrat e veçantë, përveç sepse edhe një herë po them është pa drejt, kontributi është mjaft i madh që shumë gjëra nuk mund t'i përfshijmë as në këtë emision, po që se bëhet një monografi atë do të ishte më e vlefshme se çfarë ka ndonjë kontribut është më interesant apo më interesant. Profesor, ju dëshiroj suksese të më të tjeshme dhe këto suksese që po i përmendni, këtë kontribut që po e përmendni, uroj të vazhdoj për dekada të tëra. Ju faleminderit, medreseja është gjithë e quajmë, është shtëpi e popullit, shtëpi e Zotit, shtëpi e dijes, e kulturës, arsimimit, edukimit, dhe është Zoti që ajo dritë të mos shuhet kur sa të ekziston kjo botë. Faleminderit shumë për kohën që e ndat. Faleminderit ju, faleminderit. Miq të nderuar, kaq kishim përgatitur për emisionin e sotëm. Deri në takimin e radhës, Assalamu alaikum.